Përshëndetje gjithëve. Në këtë auditor janë rreth 240 studentë, siç e shikoni këtu jemi me të ardhmen e forcave të armatosura. Arti padyshim që është shumë i rëndësishëm, është pjesë e informimit të domosdoshëm që do të ketë çdo qytetar dhe padyshim edhe çdo ushtarak në uniformë. Ju faleminderit për prezencën tuaj dhe kënaqësi. Kam nderin që në cilësinë e kryetarit të Këshillit Studentore në Fakultetin e Mbrojtjes së Sigurisë, të shpreh mirënjohjen më të sinqertë për praninë tuaj në këtë veprimtari kulturore të organizuar në kinema. Ky që po jap filmin sot këtu është vendi më i veçantë që kisha dhënë filmin një herë që kam qenë në 38 vende ku është shfaqur filmi ku ka për mirë, po kjo që ka salla më e bukur që unë kam pa dhe njerëzit më të mirë që kam takuar. Ju falenderoj shumë, shpresoj që t'ju pëlqejë filmi. Policia, mafia. Sinqerisht s'di çka kisha bëu pa ty këtë stem. Pa rushëm në të shkuptim. Unë kam diçka që më pak veçantë dhe personale që duhet ta shkëmbej me ju. Kur hyra këtu në këtë sallë, vërtet ju emocionova shumë. Unë jam djali një oficeri. Gjallë një emocion, një ndërgjegjësim ndaj njerëzve të tjerë, për sa i përket temës të ndjeshme që ne trajtuam sot që ishte për emigracionin ilegal. Vlla im ka emigruar me gomone që 98-ën, po ashtu motra ime me këto dokumentat falso, edhe ka qenë pjesë e ime kjo gjë dhe kam ndjerë gjithmonë dhe kam thënë që duhet të bëj gjithmonë një gjë të tillë për migracionin. Dhe vazhdash me studiu shumë deri se si funksionon komplet mënyra e trafikut që njëve njerëzore. Madje kur kam bërë këtë filmin kishte njerëz që më njihshin mua edhe më thonin ojda njeh një rob që nis njerëz 60-it. Vura re që kishte shumë guxim. Ishte Edonia që ishte më i friksuari, ishte Edonia që ishte më i trembur, ndërkohë që ajo e cila po bënte një mision dëfisht, si themi, ishte deri diku duke edhe shijuar momentin. Fakti që ishte gazetare, ishte më e qetë të drejtimi se sa Edoni i cili nuk e di çfarë do e priste. Ajo pak a shumë e dinte çfarë do e priste dhe gjithkohën ishte alert dhe ishte e vëmendshme ndaj asaj dhe ishte gjithkohën duke surveju dhe ishte gjithkohën duke pas.